cili është dënuar për mungesë barazie në tenderat e RTS-s. Praktikisht ka shpërdoruar, mos të themi vjedhur, fondet e RTS-s. Ky akuzon dhe gënjen qytetarët shqiptar duke thënë që unë pas kam dashur mbylljen e RTS-s. Imagjinoni. E vërteta është që parat e qytetarëve shqiptar duhet mos të shpërdorohen. Për ata 5 milion euro, siç them unë se duhet të jetë buxheti i RTS-s, mund të duken thërime, sepse ata nuk e dinë se si fitojnë parat, se si ato para janë mbledhur nga qytetarët shqiptar me punë dhe me djers dhe nuk mund të shpërdorohen. 5 milion euro janë më se të mjaftueshme për një rezultat, për një audiencë prej 0.pak% sa ka RTS-ja. Mjaft me gënjeshtrat, mjaft me mashtrimet.